qarjet e raportuar të dy aleatëve shumë të fuqishëm politik, si që janë Vjosa Osmani dhe Albin Kurti, dhe ti mendon që kauzën opozitore ki me ndërtu për shkak qarjes atyre, jo pse ti ki diçka tonën. Padyshim që është një paralajmërim për një veprim politik dhe si duket është menduar mirë këto 2-3 ditë e fundit si sjellje, së paku si sjellje politike e cila më pastaj imponon edhe agendë politike, por edhe dinamik tjetër, sepse është në momentin ndoshta më të paparashikueshëm të mëndshëm për situatën çfarë është për momentin kuvendi i Kosovës, sepse institucionet tjera nuk e kanë këtë problem, qeverinë e kemi me mandat të sapo zgjedhur, dhe kuvendin e kemi pashtu me mandat dhe legitimitetin pas rezultatit zgjedhor, dhe kemi ardhur tek muaji i fundit për të zgjedhur presidentin e Republikës dhe si duket presidentja aktuale që është në muajin e fundit të mandatit bëri këtë sjellje pasi që në asnjë formë po del që nuk është arritur një dakordancë së paku me njërin nga subjektet që të jetë kandidate potenciale edhe për një mandat e propozuar. Pritjet kanë qenë që të jetë nga lëvizja vetëvendosje për shkak që ka dhe fuqinë më të madhe politike dhe si duket nuk ka qenë kandidati i preferuar. Prandaj në krejt këtë situatë gjendemi për momentin me një projekt të amandamenteve, të cilat e dim që kanë qenë amandamente të gatshme, ky fundi është projekti kryeministit asaj kohe, Zotit Thaçi, ka qenë projekti përfunduar. Nisma është hapur, është iniciuar në mënyrë shumë të çuditshme. Të qëndrosh 5 vite në zyrë dhe në 25 ditë që në fundisht të iniciosh amandamentim të kushtetutës, kjo nuk më duket politikisht korrekte. Ashtë më tepër sot, kur po përfundon afat... Dyta, me sa diune... Pastaj do flasim në çfarë periudhe hym nga sonte, pas orës 24. Me sa di, këto amandamente, një pjesë e tyre në vitin 2011 janë shpallë antikushtetuese. Dyta, nëse nuk janë të... Nëse nuk vlen ai që vendimin gjykatës kushtetuese, minimumi që është dashur të dërgohet në gjykatën kushtetuese për të verifikuar nëse janë në harmoni me kushtetutën. Kjo nuk është bërë, sepse me një shpejtësi të jashtëzakonshme është duke ndodhur. E dyta, nuk ka pas debat publik. Ne nuk kemi monarki, ku qoftë edhe presidentja ose kryeministri propozojnë brenda natës në amandamentimin e kushtetutës. Mendoj se është minimalja një debat publik. E treta, këto, si tha zoti Hyseni, këto kërkojnë 2/3 e votave, jo vetëm të parlamentit, po edhe 2/3 e votave të pakicave. Përkatësisht të pakicave, jo serbe dhe të serbe, kështu që më duket krejtësisht e pamundur që në këtë kohë sa ka mbetur që këto të kalojnë. E shoh më shumë si përpjekje për të bleko nga ana e dikujt. Po, se pyetja lind pse? Pse sonte? Pse, sepse nuk patëm zgjidhje. Pastaj pse vetvendosja e mbështetjes? Desha edhe një çështje para se të kthej saj. Tani, fakti që kërkohet votim për presidentën drejt për drejt nga popullata, jo domosdoshmërisht është zgjidhje më e mirë se kjo që e kemi tani. Pra kvorumi prej 80 votave që kërkohet. Pse? Kvorumi nga hartuesit e kushtetutës, mendoj unë, është bërë në formën më të mirë. Dhe është një nga margaritarët e kushtetutës. Pse? Fuqizon pozicionin e pakicës, e opozitës. Pra, detyron shumicën që të bëj kompromise dhe jo t'i marrë gjitha pushtetet. Kjo funksioni i kvorumit. Në funksion të kësaj është pra të kompromisit politik. Po, kjo do ishe, kjo që thoni ju qëndron, nëse do ishim në një klim krejt tjetër politike, por jo si që jemi ne tani, kur hapta zi u po që nuk ka vullnet, nuk ka sinceritet, nuk ka gadishmëri. Po kjo nuk do të thot që shkuarja në zgjedhje për presidentin ose presidentin me votë të popullit, që automatikisht sjell zgjidhje më të mirë. Pse nuk mos sjell? Sepse kush do të fiton nga ato zgjedhje? Rëndom fitojnë partitë që janë në pushtet që kanë shumicën. Pra bëhet koncentrim i pushtetit në një parti.
Aktualisht ne kemi do të Se fuqizojnë kandidatin e tyre me kampanja, me investime. Partia që ka numrin më të madh të votave, deputetëve, partia që ka shumicën, normalisht që ka avantazh. Dhe ne jemi duke shku do të thotë në një formë ku pushtetet do të merren nga një parti. Është diçka tjetër, ke drejt. Kjo formë me kvorumin siç e kemi tani favorizon kompromisin dhe favorizon balancin e pushteteve. Atë që është elementare në demokracitë parlamentare, check and balance. Tek ne është kthyer në favorizim të krizave institucionale. Është vetëm një fjali. Është kthyer sepse ka mungesë të kompromisit, mungesë minimale të kompromisit të klasës tonë politike dhe të pragmatizmit. Për shembull në rastin konkret, tani që e kemi, unë mendoj se zgjidhja vetme, korrekte, fair, ka qenë që me që vetëvendosja me 51% ka marrë qeverinë dhe kryetarin e parlamentit, nëse jo opozitës të jepet presidenti, atëherë s'paku t'ishte kandidat i pavarur, jo partia. Ky do t'ishte një balancim minimal i pushteteve, ndryshe me 51% nuk besoj që të takojnë gjitha postet. Është një farë sinjali me friksu qytetarët se si sillen politikanët kur friksohen që mbesin pa pushtet. Besoj që një politikan në zonja, si që është Vjosa Osmani, nuk do të mu friksu nëse mbet pa pushtet. Sidomos, për shkak që ajo publikisht ka thonë që ka plane edhe në të ardhmen, nëse s'është presidente, ma kontribu në Kosovë përmes formave të tjera të angazhimit politik, qoftë përmes ndonjë partije politike ose për t'ju futur gares direkt. Dhe për mu ke komplet e pa vend që në një situatë të alarmoj ditën e fundit, disa orë para përfundimit të afatit kushtetues, vetëm për të treguar që unë po bëj diçka dhe nuk do të dorëzohem as lehtë. Është shumë jo serioze, na i kemi pas në kohë kur kom punu edhe po mendoj që është standard në media, kur të qeveri t'i runë në thojza, po themi, uaja falë kohën 6 muajt e parë, për shkak që donë mi provu çka po bojnë, zonë mi paragjyku, zonë me qenë bajes me kritika që është në start, edhe ki një kujdes pak ma të shtuar 6 muajt e fundit për shkak që zonë u bo pjesë e fushatave zgjodhore që grupet politike ose parapolitike mundin me shfrytzu. Dhe kur e këqyr prej këtij prizmi, këto 2 vite kanë qenë kështu, do thotë vetëm procese zgjedhore. Është jashtëzakonisht shqetësuese që sot edhe narrativa publike, edhe krejt që na si publik konsumojmë, është diskutimi për pozita dhe jo për çështje që janë realisht interesi primar i qytetarëve. Është tepër problem çka po ndodh në sistemin e drejtësisë. Një reformë gjysmë e suksesshme, gjysmë e dështuar, që është ndru ministri me zotimin që të përforcohet reforma, edhe pse dilemat e mia janë shumë të mëdha se prej pozicionit politik është goxha e vështirë me reformu në mënyrën që pretendon kjo qeveri me reformu sistemin e drejtësisë. Një sistem arsimor me shumë pak rezultate në mandatin e kaluar, ngecje të jashtëzakonshme në sektorin e shëndetësisë. Kemi një koncentrim të bizneseve në prokurim, të cilat ka kohë që s'pi kontrollon kurkush, sepse nuk është fokusi aty. Do të thotë sot mundesh edhe me bë hulumtimin më të mirë, sigurisht që fokusin do ta merr fakti nëse presidentja Osmani dhe kryeministri Kurti kanë raportet e mira ose të këqija ose ajo e kanë tradhtu njëri tjetrin, ajo prish aleancat. Që kjo është interesi ose të paktën çka media edhe vetë partitë politike po tentojnë me ndërtu si narracion, po qytetarët e zakonshëm nuk janë çdo brangatrale të qytetarëve. Për mua është tepër problematike për shkak që krejt institucionet. Unë mendoj që në një pjesë e madhe e institucioneve publike, mënyrën që ata mujnë më funksionu edhe pa ministra, edhe pa qeveri, në kuptimin me ushtrues detyre, do të ndera me jep një bledë produkte, po ajo është funksionim në kohë krize. Nëse neve krizat në zgjatin 3 vjetë rresht, ajo të regon që të s'po ndërton politika. Në periodat të tilla, në vakum institucional, ka tendencë të rritën aferat korruptive, abuzimet? Absolutisht.
është ajo edhe këtë pikrisht kështu e thonë që nëse dikush mendon një ministër, një kryeministër që furnizim ka, të ndertë po shkojnë, edhe që kjo është qeverisja, është gabim, qeverisja është ndërtimi i politikave të reja, reformimi i politikave, ato nuk bëhen pa qeveri stabile. Do thotë në rastet kur nuk ka stabilitet në qeveri, vendimarrja në nivellet të mesme dhe të ullt nuk dihet se bëhet, se askush nuk i kontrollon. Unë e kom pas situatën edhe krejt diskutimin që e kom pas, unë kom dihet interes shumë të madh në çështje të shëndetësisë, prej se ka mungesë të stabilitetit në qeveri, se cili qytetar mundet me pa sa keq funksionon SHSKUK-ja pa stabilitet nga qeveria, sepse nuk ka kurkush përgjegjësi. Në kësi situata, kur kush nuk merret me një drejtor klinike ose me një institucion që i raporton kuvendit. Krejt kanë mu marrë fokusi edhe i vetë kurtit nuk është si po funksionojnë dikasteret. Nëse do t'i interesante si funksionojnë dikasteret, sjellja jo vetëm e ti, po edhe pozitës edhe gjithëve do t'ishte sjellje më e përgjithshme politike, sepse për mu ke shumë shqetësuese në momentin kur ti nuk si opozit nuk ndërton kauzë. Unë vjen keq që opozita për këto vite nuk ka ndërtuar kauzë, kauza është çka prek interesin publik dhe ti gëzohesh një qarje të raportuar të dy aleatëve shumë të fuqishëm politik, si që janë Vjosa Osmani dhe Albin Kurti, dhe ti mendon që kauzën opozitore ki me ndërtu për shkak qarjes atyre, jo pse ti ki diçka tonën, jo pse ti përfaqëson një interes direkt të qytetarëve. Po ti mendon që mundesh më përfitu prej kësaj qarje që sot me atë veprim që e bani Osmani as nuk është i sigurt, nëse është realisht krejt qarje apo ndonjë koordinim që të dy palët mund është win-win, të dy palët mund të fitojnë nga kjo situatë.